Në mandatin e ardhshëm të marrim statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Prioriteti jonë është antarësimi në NATO. Republika e Kosovës në këto 5 vite ka shënuar një progres të jashtëzakonshëm në fushën e politikës jashtme. Ne si lëvizje vetëvendosje në mandatin e ardhshëm synojmë që të vazhdojmë të punojmë në këto sfera, duke filluar nga subjektiviteti ndërkombëtar i Republikës Kosovës. Ju e dini shumë mirë që në këtë mandat kemi marrë 3 njohje të reja nga Sudani, nga Kenya dhe nga Siria, përpos njohjeve të reja në aspektin e subjektivitetit ndërkombëtar, jemi pjesë e zinxhirit të mbi 20 organizatave të reja ndërkombëtare dhe synojmë që të vazhdojmë të punojmë këtë drejtim për të rritë prezencën tonë në organizatat e ndryshme ndërkombëtare. Kemi 82% të Këshillit të Evropës, votës në Asamblenë Parlamentare në Këshillit të Evropës, që është një organizatë kyçe për rrugtimin tonë Bashkimin Evropian. Synojmë në mandatin e ardhshëm të marrim statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian. Ju e dini që në këtë mandat ne kemi apliku për të qenë antar i Bashkimit Evropian, kështu që marrja statusit kandidat në Bashkimin Evropian do të bëhet angazhimi jonë kyç. Përpos saj është në kuadër të subjektivitetit ndërkombëtar përforcimi i pasaportës ose fuqizimi i pasaportës të Republikës Kosovës. Ju e dini që ne në vitin 2021 kemi gjetë Kosovën të ranguar në numër 121 në vitin 2021, sot është e ranguar në listë si e 65 si rezultat i liberalizimit vizave nga 1 janari vitit 2024, po edhe marrëveshjeve të shumta bilaterale për largimin e vizave. Në këtë aspekt ne synojmë që të vazhdojmë tutje të punojmë me shtetet në aspektin bilateral për me i largu vizat në mënyrë reciproke. Edhe mendojmë që ky hap siguron, si më thonë, një mundësi të re ekonomike, kulturore, po edhe arsimore për qytetarët tonë. Ka shisaj, ne synojmë të dyfishojmë marrëveshjet SOFA. Prioriteti jonë është antarësimi në NATO, edhe si rezultat dyfishimi i atasheve mbrojtës aktual me dyfishimin e ardhshëm, mendoj që na ndihmon në rrugtimin tonë drejt antarësimit në NATO. Normalisht krijimi i marrëdhënieve me shtete jonjose ose zgjerimi dhe themelimi i raportit me marrëdhënie jonjose. Faleminderit Liza, 2 minutat e parë janë këtu.